Të dashur shikues, jemi me emisionin Fundjavë, po vazhdojmë tutje të në shkoa për pjesën e debatit social, ku do të flasim për rolin e gruas në shoqërinë e përgjithësi, për ndër të festës dhe ditës së gruas, ku kam kënaqësinë t'i kam të ftuar 4 zonja të mrekullueshme, të cilat ma kanë zbukuruar studion sot. Bashkë me mua në studio, Briken Hoxha, mirë se erdhe dashur, shumë kënaqësi. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Atifete Sylla, mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Gjithashtu faleminderit. Mirjeta Baraliu, Mirjeta, shumë kënaqësi, mirë se erdhe. Përshëndetje, kënaqësi, faleminderit për fjalët e mira. Si dhe Vasilika Sotaj, mirë se erdhe dashur, shumë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Si po ecin këto ditë për juve, po shfrytëzoj rastin t'ja uroj secilës festën e 8 marsit sot, për cilën do të flasim më shumë për rolin e gruas në përgjithësi. Është një festë që ka fillu ndoshta pak me pas një ndikim viteve të fundit, si po festohet, si po shijohet kjo festë. Çdo festë, për mendimin tim, është e bukur. 8 marsi nuk na ndërlidh vetëm me lulet, me urimet, me dhuratat, për mendimin tim është një moment reflektimi, një moment mirënjohje për kontributin e femrave, për atë se ku kemi qenë, për sfidat që po kalojmë dhe ku po shkojmë, por padyshim edhe për kontributin e vazhdueshëm që po japin gratë në shoqërinë tonë. Gëzon fakti që kemi femra shumë zonja, po flas për Kosovë, duke filluar nga presidentja, e kemi një model par excellence, një femre të suksesshme, por edhe gratë cilat po na reprezentojnë mirë edhe në vend, por edhe jashtë Kosovës. Kemi regjisore që me filmat shkëlqyshëm po na reprezentojnë jashtë, producente, kemi mjeket të njohura, aktiviste që vazhdimisht punojnë dhe flasim për të drejtat e barabarta të gruas. Do të thotë është një ndjesi shumë e mirë, një moment reflektimi, një moment mirënjohje për gruan, e cila është jo vetëm shtylla dhe bazamenti i familjes, por edhe i shoqërisë. Briken? Kisha pas qef me ndërlidh me Mirjetën për ato që ka e tha, dhe une nuk e shoh shumë si festë, e shoh si një moment reflektimi, po reflektimi dy festë. Sot në Kosovë, sidomos, është një paradoks që ka na shohim. Në njërën anë, krahasuar me dekada më parë, vajzat janë shumë më të shkolluara, kanë shumë më hapësira. Kemi një presidente grua, kemi një kryetare të Akademisë Shkencave, e cila është gru, gratë në politikë gjithmonë po fitojnë vendet në parlament edhe pa ndihmën e kotave gjinore. E në anën tjetër, nëse shohim statistikisht, vetëm 1 në 5 gra janë të punësume në Kosovë. Pra, ky moment reflektimi na duhet me u gëzu për të arriturat që i kemi pas, po edhe me pas se ku po ngecim edhe çka duhemi me bo që me dërgu edhe me avancu ma shumë, me dërgu ma shumë për para çështjen e grave. Sot këtu muj me folje dhe në cilësinë si një nanë e 2 djemve, edhe muj me diskutu ma shumë se jo vetëm se si me i fuqizu gratë, po si me i eduku djemt për me trajtu ma shumë familjen, si me i nda përgjithësit, edhe si me jep respektin, edhe si me ndërtu jetën e përbashkët, edhe kjo besoj që kështu arrihet edhe barazia. Pikërisht. Zonja Vasilika? Neve gjithë e dim që 8 marsi ka një si lëvizje, si protest. Dhe vërtet atëre ka qenë komplet e justifikueshme, sepse të drejtat e grave kanë qenë atëre ka qenë jashtëzakonisht të vogla, duke filluar nga ato baziket, kushtetueset, për shembull, e drejta e votës nuk ka ekzistuar te gratë. Me kalimin e kohës 8 marsi filloi ta merrte një drejtim tjetër dhe filloi të bëhej si festë. Unë kam qejf që u bë si festë. Pavarësisht se shumë njerëz e kritikojnë, u them, në 8 mars ne le të festojmë. Le të festojmë në emër të gjithë sakrificës, gjithë grave, nënave, motrave tona, në vite, mos them në shekuj. Vërtet është një ditë e bukur dhe atmosfera, si çdo festë që është e bukur, po kjo është e bukur se na dedikohet vetëm neve femrave. Dhe atmosferën e kësaj feste kemi kohë që e ndjejmë. Gjithë fëmijët, për shembull në familje, thonë, "Oma, çfarë do të bësh për 8 mars? Çfarë të organizojmë për 8 mars?" Të njëjtë gjë e dim shumë mirë që edhe bashkëshortët tanë mendojnë se çfarë do bëjmë për 8 mars. Do me thënë, neve atë ditë, pavarësisht se ne jemi për ditë mbretëreshat e familjes, atë ditë vërtet ndihemi jashtëzakonisht e rëndësishme. Është një moment i mirënjohjes. Kjo më pëlqen disi i meritave për ato që vazhdimisht femra kontribon në shoqëri, në familje. Shiko, meritat neve i kemi të përditshme, për mos thënë të përditshme për çdo moment. Por mirënjohjen se kemi të përditshme. Jo derisa flëmgjum,
po edhe gjatë gjumit, neve jemi, do me thënë, gati, në gatishmëri, do me thënë, mirënjohjen e kemi komplet nga familja. Pa jo ditë, më duke sikur në takon vetëm ne, dhe atë ditë vërtet neve ndjemi shumë të rëndësishme. Do me thënë, është një nga festat që unë e ndjej shumë. Unë vidhe nga Shqipëria dhe ati është festuar dhe gjatë kohës komunizmit, dhe bile është thënë pak si fest komuniste. Po të gjitha festat nisin dhe pastaj e marrin një drejtim, po ka rëndësi zana filla është e njëjta. Festa e 8 marsit është festa e gruas, është festa e nënës, është festa e motrave tona. Ati Fete? Vërtet e shoh si përveç fest, si datë reflektimi. Po flas për vendin tonë në përgjithësi, neve e dim historikisht gratë kanë qenë të diskriminuar si gjini, por tek neve ju e dini, neve kemi jetu në shoqëni maskiliste, edhe vërtet gruaja edhe vazhdojnë për fat keq, por jo në atë nivelin si që ka qenë, edhe gruaja vërtet të drejtat e saj kanë qenë pothuajse minimale, gjë që më vjen shumë keq. Sot mendoj, gratë kanë shpërfaq forcën e tyne, gjë që u mendoj si mashkujt nuk kanë qenë vetëdijshëm për forcën e grave cilën ato e kanë. Vërtet jam e lumtur për mënyrën se si po funksionojmë në çdo aspekt në shoqëri dhe mendoj si akoma kemi shumë punë me bo, për shkak se akoma kemi një mentalitet kogja maskilist, ju e shini nuk ka shumë mundësi nëse vetëm një koment, për shembull, ose vetëm një foto, ose një video, ju çfarë do qoftë, nëse ajo është femër ka me dhe një mendim të saj, ju shini komentet e burrave, gjë që kjo tregon edhe shpërfaq akoma mentalitetin ton maskilist. Prandaj mendoj ajo çfarë mua më pëlqen edhe çfarë për mua është shumë e rëndësishme, vetvlerësimi edhe fuqia që neve tash e shohim. Unë mendoj si gjeneratat e mëparshme nuk e kam pa, nuk kanë qenë të vetëdijshme për këtë fuqin edhe për forcën edhe për rëndësinë që kanë. Mendoj si tash gratë janë të vetëdijshme për këtë gjë, e kjo më pëlqen për shkak se kjo nese unë jam e bindë si akoma do ndryshoj, edhe akoma gratë do jenë atë nivelin cilin duhet të jenë, sepse akoma nuk janë. Duat në ndërlidhe me zonjen, kjo nuk është, do më thënë gjendje vetëm Kosovë, është globale. Vetëm dje bara pak research edhe po du ta tregoj një fakt në Hollywood, për shembull, femrat aktore paguhen shumë më pak se sa meshkujt aktor, të cilët janë me një përvojë të ngjashme. Për shembull, vetëm një rast, Don't Look Up është një film ku luan Leonardo DiCaprio edhe Jennifer Lawrence, që janë burë e grua në film, bashkë aktor, rangu i njëjtë. Leonardo DiCaprio, do me thonë, 5 milion euro është paguar më shumë se sa aktoria tjetër grua, do të thotë. Dhe sipas statistikave, hulumtimeve të bëra, diku 1 milion euro paguhen më shumë meshkujt. Edhe kemi parë shpeshherë kemi për atë ndërlidha me ty për ta konfirmu, për ta argumentu atë që e bashkëbiseduam. Kështu që përgjithsisht femrat për shkak të stereotipeve negative të cilat ekzistojnë, se ka stereotipe dhe neutrale dhe pozitive, mirë po ajo mendësia, ajo shoqëria, media që kanë krijuar atë që femrat janë më fragjile, nuk bën t'jenë për shembull në pozita lidere, se duhet t'jenë më mashkullore, këndse sa për ta relaksu bisedën, më pëlqen një fakt e pash një quote dje shkruante, tash që ka fillu lufta, inshallah nuk fillon kështu shumë lufte tretë botërore, për shkak se meshkujt në ditët e sot nuk janë si ata që kanë shku, janë duke jetu në princess era, në kohën e princezave, dhe do me thonë gjithë nuk kemi kush me na mbroj, se nuk është koha si përpara kur meshkujt kanë shku në lufta për hir të dashurisë, ose për një femër, ose kanë ndërtu kështjella për një femër. Është një kohë që jemi duke jetuar një që e mbuluar më përplot stereotipe, mirë po me gjitha të unë mendoj që femrat po e dëshmojnë suksesshëm se janë jashtëzakonisht zonja për çdo profesion që marrin, përveç janë shtyllë e shtëpisë, janë edhe një kontribut i çmuar në shoqëri.
shohim vazhdimisht në Kosovë, heq s'po shkojmë më larg. Është kryar mentaliteti që femrat nuk janë për profesione, për shembull, më të rrezikshme ose më maskuline si ushtri ose sport. A kemi më linda kanë mendin që po na zbar fytyrën me sport do thotë. Që po e dëshmon atë që përkundrazi mundet me qenë një femër kampione, lidera. Kemi vajza që po krenohemi Rita Ora, Dua Lipën, gjithandej në botë. Krejtive disim na po pajtojmë gjithë që ka ndodhë dhe shumë mirë që ka ndodhë, po prapë është ajo pjesa e mentalitetit strukturor të pritshmëri që familja i ka për neve. Ti vetë e the që disa herë që gruaja është shtyllë e shtëpis, ndërkaq që nëse unë do të kisha mundësi të barabarta me personin me cilë tjetoj ose me familjen në përgjithësi, atër nuk duhet me pas pritshmëri që une me pas edhe barën e shtëpis, komplet mbi supet e mia, në ndërkohë me pas mundësi edhe për avancim në karrierë. Edhe, për shembull, është pjesa e parë ku një gru përjashtohet prej tregut punës, e kemi një diskriminim të Leja e Leonis, tashmo nuk pequjmë ne si organizata jo qeveritare pushim, se faktikisht nuk është pushimi, Leonis është një leje që ti e merr prej punës me e pru njët një fëmijë. Është pika e parë kur ti diskriminohesh edhe me uqasën treg punës, edhe ku detyrohet punëdhënësi ty me ta pagu atë leje për sjelljen e jetës, për që e sjell një fëmijë, ndërkaq në krejt vendet e zhvillume, shteti kujdeset për me mbulu atë barë financiare, edhe kjo e bën që në start, edhe pse ka aspekti i edukimit, e ki dy vajza me një burg, gratë janë shumë atë shkollume se sa burat, në ndërkohë nëse shën në treg punës, gratë janë 3 herë më pak të punësume se sa burat. Është vërtet ky stereotipi që gjithmonë shoqëria pret që femrat duhet balancojnë domosdoshmërisht karrierën edhe familjen dhe që është më shumë duhet fokusohet në familje, gjë që mendoj që është zgjedhja e saj se ku duhet ajo të fokusohet. Po vetëm pa dashme ndërprim pëlqejni fakt që e the që gjithçka fillon prej familjes dhe ti mundohesh me kriju një mendësi ndryshe të fëmijët e tu, të djemtë e tu, që mënyrën se si ata kanë qasën më pas në botë. Kështu që unë mendoj, në familjen time jemi 2 vajza dhe 2 djem, dhe baba edhe nana gjithmonë na kanë trajtu baras, madje neve si femra na kanë privilegju. Domethënë duhet me fillu prej familjes. Unë për atë gjithmonë e kam pas në karrierë, në profesion, vetbesimin, se për shembull kur ndoshta ndonjëherë vllai mam ka thonë apo hapni gotuj, baba gjithmonë ka thonë, "No, jo, shko merr veti." Domethënë na kam dhënë atë mendimin që duhet i shërbes vetëm diku që është më i dopt ose më në nevojë fëmijëve të moshuarve, po jo domosdoshmërisht vetëm se je grua, të dërgohesh dhe ta kesh atë ndjenjën e përgjegjësisë që ti duhet të shërbesh. Jo, ti duhet të kontribosh, ta jepësh kontributin tënd me profesionalizëm maksimal në lëmin që ti je në shoqëri. Kjo është do thotë e arritur. E këtë mindset, këtë mendësi, të cilën rol luan përveç familjes, patyshim edhe media, mënyra se si sa promovohen, sa tregohen ekzemplaret e femrave të suksesshme në opinion, mënyra se si portretizohet, gjë që mos më pëlqen hiç mënyra se si e shpërfaqin femrën. Për shkak se jetojmë kohën e klikimeve, si po bëjmë gabimet më të mëdha, sidomos media. Unë mendoj se edhe ne po bëjmë gabim këtu. Neve po shikojmë problemin e gruas si problem të gruas të veçantë. Problemi i gruas nuk është problemi i gruas, problemi i gruas është problemi i shoqërisë. Nuk mund të përparoj gruaja pa pas përkrajën e shoqërisë. Ne nuk duhet të trajtojmë meshkuj sikur neve meshkujt i kemi armiq. Meshkujt janë bashkëpunëtorët tanë më të ngushtë. Zot mos na le pa meshkuj, nuk flasim për atë. Ta mbaroj pak lutem. Nuk mundemi neve të përparojmë nëse nuk e kemi mbështetjen e tyre. Neve shikojmë për shembull ju përmendët presidentin sot. Është një temë aktuale që po diskutohet. Nuk mundet kjo presidente nëse ka bojkotën e gjithë meshkujve. Është e pamundur. Po mundet të përkrajë në gjithë femrave. Në këtë rastin konkret nuk duhet të harrojmë rolin shumë të madh të mashkullit. Se nganjëherë ne harrojmë dhe fillojmë bëhemi pak të forta, i nxjerrim pak ato muskujt. Femrat duhet të jenë suksesshme, po asnjëherë mos harrojnë atë butësinë. Femrat duhet të jenë ambicioze, po asnjëherë s'do të harrojnë atë. Kështu që nuk mundemi edhe me dashur me harru. Nuk duhet të harrojnë atë empati, nuk duhet të harrojnë. Sepse neve dallojmë biologjikisht, dallojmë shumë me meshkujt. Ne duam të bëhemi të barabarta dhe duhet të jemi të barabarta. Po biologjikisht nuk jemi të barabarta. Kjo është punë e natyrës, punë e Zotit. Vetëm te kjo pjesa të lutem. Dhe një herë po them, duhet të humbasim butësinë, nuk duhet të humbasim termin ton që jemi mbretëreshtat e familjes. Padyshim, së pari unë nuk mendoj si neve
armiqësohemi se po tentojmë të armiqësohemi. Përkundrazi, neve jemi produkt të burrit dhe gruas. Si që tha, babai është ai i cili ka ndiku në zhvillimin dhe në vetbesimin e zonjës. Prandaj u mendoj, po, edukimi është bazik për secilin. Por, ajo çfarë unë mendoj, natyra ka bërë diferencimin e saj. Neve nuk jemi të njëjtë. Biologjikisht, si që tha, nuk jemi të njëjtë. Por, ajo çfarë mu nuk më pëlqen kur diskutohen shpesh profesionet, pse një grua nuk mund të jetë të ketë një profesion të caktuar ku fiziku është ai i cili duhet të jetë. Më falë, neve natyra na ka shpërbly me profesionet më të vështira. Një ndër profesionet më të vështira mendoj është me qenë non. Është e shajtë. Me qenë, më falë. Me kriju jetë, është diçka. Jo, nuk është profesion, nuk është profesion. Profesionin e zgjedh. Pa tjetër që edhe non ti mund është Kjo është e lindur. Jo, nuk, neve mund të zgjedhim a duam të bëhemi nëna apo jo. Prandaj u mendoj si edhe kjo është një lloj. Edukimi është edhe edukimi ku neve si natyrë e ndjeshme që jemi, por ndjeshmëria emocionale nuk do të thotë se ti je dobët. Përkundrazi, u mendoj si gratë kanë një inteligjencë më të madhe emocionale, për shkak se empatia nuk do të thotë si ti i dobët, përkundrazi je shumë i fortë që ti arri me bashkëndje me tjetrin. Kjo është natyra jonë. Që do të thotë emocionet edhe ajo fragiliteti, si neve e thojmë, neve na bën të forta, neve na bën me bashkëndje me tjetrin. Prandaj edhe jemi të destinume me qenë nana neve. Edhe nëse unë dalloj biologjikisht me vllahun tem, nuk duhet me mu me pas një pronër, me temin, me pas një shtëpinë, me temin, edhe me qene pavarur financiarisht. Ose mu prej trashëgimisë që shëndodh që është do me thonë një padrejtësi. Ne nuk po flasim, veç mos e devijojmë do me thonë temën e debatit, nuk po flasim nëse jemi të barabartë, po flasim për të drejtat e barabarta. Do thotë këtë duhet të mbajmë, për të drejta, për qasje në pasuri, në punësim, në ekonomi, në kontribut, do thotë jo për mua minimizu edhe mos mu çmu me baraz vlerë njësi një mashkull, përkundrazi u mendoj prandaj në shoqëni kemi ndikim shumë të madh. Bota kishte me qenë shumë e bukur, kishte me pas më shumë lule, më pak luftra nëse femrat kishin dhënë më shumë kontribut. Prandaj po them. Kështu që për atë mënyrën se kështu që po fillojnë familja, media, e kanë shoqëria, e kanë një rol të konsideruar për me ndiku do thotë në këtë çështje. E në kohën që ne po jetojmë, fatkeqësisht në kohën e klikimeve, sidomos me zhvillimin e teknologjisë, këtyre mediave digjitale, tashmë pak po shmangemi prej këtyre mediave që janë tradicionale, televizionit, radios, algoritmet po e kryjnë punën e vetë dhe gjithmonë nganjëherë ato po i shpërndajnë informatat për qoftë për çështje të caktuara, edhe për femrat, jo ato cilat kanë vlera, po ato cilat kanë pas më shumë pëlqime, më shumë klikime, më shumë shikueshmëri. Kështu që është një kohë që besoj pak më senzitive, është më ndryshe, mirë po me gjithate kontributi i femrës është i jashtëzakonshëm për mendimin tim edhe duhet të vazhdojmë që punojmë pa mendu se jemi më pak se dikush tjetër, asnjëherë. Me vetbesimin e duhur, me vazhdu me ndru, me punu edhe mos me leju askën, me na thonë që qielli është limiti. U mendoj natyra e ka selekcionu edhe na tregon si neve jemi jashtëzakonisht të rëndësishme për shoqërinë. Mos them përkundrazi kemi rëndësi maksimale. Kështu që vetë fakti si ti duhet e ki, si them, privilegjin të bësh nën, kjo ta ka seleksionu natyra. Prandaj u mendoj si neve jemi baza e shoqënisë, baza e njerëzimit. Prandaj mendoj si vërtet, sado që shpesh kjo nuk më pëlqen kur neve mundohemi të integrohemi në profesionet cilat vërtet mendoj si nuk janë të destinume për neve, për shkak se neve jemi të destinume për profesione shumë, mendoj, ma njerëzore, edhe aty ku ka të bëj emocionet. Kështu që nëse neve nuk mund të jemi murator, neve kemi një profesion shumë atë shajt, ose mund të jemi një edukatore shumë e mirë. Gjë që shkenca edhe studimet e tregojnë që punët me njerëz edhe punët profesionet humane nuk
asnjëherë nuk janë të suksesshëm burrat sa janë gratë, aty ku përdojnë emocionet. Në fakt emocionet janë baza e qenies humane. Kështu që unë mendoj si neve përkundrazi mbi të privilegjume, përkundrazi kemi forcë shumë të madhe, nëse nuk e kemi fizike, kemi një forcë e cila vërtet e ma njerëzimin gjallë. Nuk është që s'kemi edhe shumë forcë fizike, se nëse shojmë prej të kaluarës gratë, janë marrë me lëvrimin e arave, janë marrë me punë shumë më të rënda. Është anatomia jonë edhe gjithë çka tjetër si ka njëherë neve nëse shojmë veç një grip i letë sa ma letë e përballojmë nanë si janë diçka tjetër, janë elemente tjera. Elemente tjera të cilat neve na tregojnë si na jemi shumë të forta. Gjë që janë më të rëndësishme, shumë më e rëndësishme është forca emocionale se sa forca fizike. Prandaj mendoj si neve nganjëherë edhe vetë nuk e dim, edhe nuk jemi të vetëdijshme sa të forta jemi edhe sa të rëndësishme jemi. Përkundrazi mundohemi me ardhur në nivelin e mashkujve. Jo, përkundrazi neve jemi më të privilegjume. Është tjetër nëse nuk të privilegjojnë, por ti si qenje, si gjini, ki ndorë ma shumë. Jema e privilegjume edhe ato prej natyrës, prej biologjisë, gjithë çka tjetër. Prandaj mendoj si pa tjetër që neve nuk jemi armiqtë e burrave, neve është natyra, gjithë çka e ka vetëm nganjëherë kur mendoj kur ndërhyjnë njerëzit prishin atë ekuilibrin e natyrës. Edhe kjo është që neve gjithmonë kemi kritika ose për burrat ose për gratë. Jo, ajo që ka mendoj unë është edukimi mirëfill në familje, trajtimi barabartë, gjë që duhet të ekzistojë gjithmonë trajtimi barabartë, jo veç burra dhe gra, po ajo çfarë njerëzimi duhet ta aplikojë, po për fat keq nuk është trajtimi barabartë për të gjithë. Prandaj neve nuk jemi të destinuar ndoshta jo vetëm si gjini, po edhe si individ jemi secili, përveç si jemi të njëjtë, kemi veçoritë tona që nuk jemi të destinuar për shembull për profesione të ndryshme ose çfarë do qoftë janë prirjet tona, është ajo talenti ose ajo që na bën neve të veçantë. Prandaj jo vetëm gjinit, unë mendoj si nëse neve vedisohemi dhe rritemi me idenë si duhet të jemi të barabartë me secilin, pa dallim gjinie, pa dallim çfarë do qofshin dallime tjera, atëherë kjo është mendoj ajo çfarë duhet me arrit jo vetëm gratë ose burrat, po si shoqni në përgjithësi. Smira Vasilika? Neve legjislacionin e kemi jashtëzakonisht mirë në Kosovë. Nuk diskutohet që jemi të barabartë me legjislacion. Përveç në pjesën politike që e kemi 30%, synojmë të 40% që ka përpjekje për 50%. Edi Rama për shumë në Shqipëri ka bërë një revolucion se ka bërë në gjithë qeverinë, ka bërë 50 me 50. Do me thënë, legislacioni nuk është problem. Problem është mentaliteti në familje. Mentaliteti akoma lë për dëshiruar. Kjo nuk është e na justifikon pak, sepse kjo është edhe në botë. Ne dim Hillary Clinton për shumë konkuroi dhe nuk fitoi. Në Amerika pas president, lloj president, të bardhë, të zinj, të verdh, vetëm një femër nuk ka fituar. Do me thënë rruga drejt barazisë gjinore është goxha e gjatë. Kemi bërë përparime, kemi bërë jashtëzakonisht shumë. Po që kemi shumë për të bërë, kemi shumë për të bërë. Do me thënë, nuk është puna tek ai problemi shoqërisë që neve na pengon. Është problemi mentalitetit familje. Pavarësisht se neve këtu jemi në fest, në 8 mars, dhe po paraqesim atë pjesën më të bukur tonën, nuk diskutohet, edhe pjesën më euforike, por neve prap në familje, unë jam nënë e 2 djemve, prap i dallojmë pak femrat edhe meshkujt. Jam e sigurt ka ndodhur raste, për shembull, në qoftë se burri e fiton parën, unë personalisht mendoj që pjesa e fitimit të parës, të lekut, pjesa e kontributit financiar në familje është më e rëndësishme. Edhe në qoftë se do të kisha edhe një vajzë, do ta kisha djalin, që ai djalë do mbante financiarisht familjen, jam e sigurt edhe unë, që mendoj që kam një mentalitet pak më të avancuar, kisha për ta favorizuar atë djalë. Do me thënë, patjetër duhet luftuar në familje. Patjetër duhet luftuar në familje, po jo me ato metodat ashpra, me ato metodat e buta, po jo vetëm familje, kjo ndodh edhe në Kopësht. Unë jam e sigurt edhe në Qerë dhe në Kopësht, ka diferenca ndërmjet meshkujve dhe vajzave.
Po kjo përcillet normalisht përcillet nga familja. Kemi pak kënaqësi, kemi pak kënaqësi të shumta, por aman kemi dhe arritje të shumta. Prandaj duhet jemi falenderues për ditën që kemi ardhur. Nuk mund të krahasohet jeta jo nuk mund të krahasohet me jetët e nënave tona ose të vjerave tona. Kur e bëj krahasimin për shembull me jetën tona, me jetën e vjerës time për shembull, që vjen keq se ka qenë një grua jashtëzakonisht inteligjente, por nuk ka mundur të shkollohet, vërtet është për duar trokitur gjithse cila arritje jona. Respekt për ato gratë e heshtura, për ato nënat e heshtura, për ato që kanë kaluar dhe për ato që janë sot e heshtura. Pikërisht të bëjmë një lloj krahasimi mes atyre kohërave, ndoshta të gjysheve tona kohërat më herët, krahasim me gratë sot. Padyshim që ka ndryshime të shumta, fatmirësisht progres shumë të madh, po prap nëse e bëjmë një krahasim ku qëndrojmë sot si gra. Jo, si e tha dhe zonja, sot natyrisht që qëndrojmë shumë ma mirë. E përmendëm disa herë që sot gratë janë shumë më të arsimuara, për dirisa zonja tregoj për rastin e vjerës saj që as nuk ka pasur mundësi me u shkollu. Unë e kom rastin e gjyshës time, e cila prej një qytetit në një qytet në vitet e 30-a, 20-a, ka shku në këmbë prej një qytetit në qytet për me u mundu me u shkollu. Sot i kemi shkollat më afër. Pastaj, pjesa tjetër, ku vjen problematika, është prap të familja, mënyra se si na i rrisim djemtë dhe si i rrisim vajzat. Përderisa kontributin familje, rritjen e fëmijëve konsiderohet si ndihmë, si bashorti po të ndihmon me i rritë fëmijët, aty është problemi themelor. Nga se ne të dy bashkë kemi vendosur me i bo këta fëmijë, edhe ne nuk po i ndihmojmë njëri tjetrit. Ne po i rrisim dhe po i edukojmë dy jetë edhe për me e kontribu prap për me e zhvillu këtë vend. Mirë po, nëse e shohim se si kemi qenë dhe se si jemi tash, natyrisht që jemi shumë ma mirë, po nuk jemi në nivelin e duhur se si duhet edhe se çka mund t'japim dy palë. Tashmo nuk është ajo pjesa ku pritet që pjesa financiare të ofrohet vetëm prej burrave. Kam rastin personal që pjesa financiare jepet edhe prej grave, po mandej jam pritshmëri që edhe detyrat e tjera të bëhen prej gruas. Duhet me u ndob barabart, duhet me kontribu secili në mënyrën e vet, nuk ka rëndësi kush çfarë punë bën, po nuk duhet me u lëmë bara komplet një personit për me mbajt edhe avancimin karrierë, edhe pjesën e punëve të përditshme. Pikërisht në Kosovë, sa mundet një grua me ja dalë në këtë pjesë, menaxhimin mes aspektit profesional dhe familjes në anën tjetër? Nëse e shohim veç edhe është një direktive BE-s që e trajton këtë balancën midis punës edhe jetës, nëse e sheh nëpër këto vendet e zhvilluara, ishe shumë politika. Për shembull, dje Spanja ishte bërë vendi i parë në Evropë, e cila e kish ofru pushimin për periodat e grave, 5 ditë pushim me pagesë, mandej ka edhe lehtësira tjera në karrierë për me ofru këtë pjesën, për shembull kur lind, është një pushimi atësis, ku ti e ndon pushimin e leonis mes babës edhe nanës, që asnjëri prej tyre mos me humbë në karrierë. Për shembull, nëse një grua është në profesionin tash që është si ma e zhvillume të IT, të programera, punojnë për kompani shumë zhvillume, një vjetë me u tërhek prej profesionit, ka shumë ngecje për me u zhvillu në karrierë ajo gru. Natyrisht që kjo gjithmonë do t'jetë lehtë në zgjedhje personale të grave. Është, për shembull, në Kosovë kemi edhe një ligj për gjithdhënien që 6 muaj nana me patjetër duhet me qenë në shtëpi. Mirë po, nëse ajo zgjedhë ndryshe, duhet me u leju edhe ajo pjesë. Nuk duhet jetë shumë me vendos pengesa ose norma, duhet me u lënë në zgjedhjet të secilit, po gjithsesi duhet edhe me i eduku në shtëpi djemtë edhe vajza që me pas një jetë sa më të barabartë, me respekt edhe me trajtim nga secila palë për njëri tjetrin. Ndoshta kam pas fatin që t'jem rrethuar me femrat zonjat suksesshme dhe kam
shoqe që thjesht janë shumë të zonja në profesionet e tyre, por edhe balancojnë shumë mirë karierën edhe familjen. Edhe pse e dim gjithë që ka vështërsinë atë, përmendi edhe zonja më herët që gjithmonë konsiderohet që familja është përgjegjësi komplet e gruas dhe meshkujt participojnë, nuk e marrin barën e përgjegjësisë duke konsideruar se i shqyqova sa do në fëmijët edhe të ndihmova ose t'i lava sot end, përderisa kujdesja dhe përgjegjësia ndaj fëmijëve duhet që t'jetë e barabartë. Unë mendoj që kjo mendësi duhet të ndryshoj e cekëm nga familja, por edhe përmes medjave, se kur media e ndron narrativën, atëherë krijohet një mendësi ndryshe për të treguar që ngadalë se përgjegjësitë janë të përbashkëta. Dhe se përkundër vështirësive të shumta, femrat po shkëlqejnë në profesionet e tyre dhe po i shohim edhe kontributin që po japin në gjithë botën, por edhe në Kosovë, domethënë kemi rastet shumta. Një gjë që mbeti në kokë kur bisedove, thes që ma shumë e kështë privilegju djali nëse të sjellë të ardhura? Jo, nuk e mora si shumë personal. E mora në përgjithësi, se këtu s'kemi ardhur për folë për shumë personal, po për diskutuar temën e grave në përgjithësi. Se tash është fakti që do me thonë edhe femrat e me shpejt sjellin të ardhura në shtëpi kontribojnë baras? Ju thatë që nuk paguhen njësoj edhe në Hollywood. është e vërtet që nuk paguhen njësoj, a i sjellë më shumë. Gjithë botënore pagën njëjtë. Edhe nëse nuk sjellë të ardhura në shtëpi, kontributi është jashtëzakonshëm. Shumë atë madhe, kështu që s'do me thonë si vetëm të ardhurat janë të kontribut, ka punë tjera, edhe ka kujdesi tjetër si është i edhe nuk ka çmim, prandaj unë mendoj si kjo të llogaritet gjithmonë kontributi në aspektin financiar është e papranueshme. Gruaja është pasruse në shtëpi, gruaja është guzhënjere në shtëpi, gruaja është në karrierën e vet, i cili nuk paguhet roli i gruas në shtëpi. Mendoj si këtu është diferenca, neve nuk mendoj si duhet, po në përgjithësi neve tani ju e shihni, neve kogja jemi shoqëni sipërfaqësore. Kogja e kemi shumë të rëndësishme aspektin sipërfaqësor, siç janë edhe financat, edhe karriera dhe gjithçka tjetër. Jo, financat nuk është sipërfaqësor. Flasim për është sipërfaqësore. Së pari, tani, së fundmi, OBSH-ja ka ngrit alarm për shëndetin mendor. Një ndër faktorët cilët e kanë, po mendoj, është problem global. E dini kush është? Humbja lidhjeve me njëri tjetrin. Sado që ndoshta aspektin financiar njerëzit qëndrojnë më mirë, ajo nuk është përmbushja. Prandaj neve sot kemi probleme jashtëzakonisht të kësume të shëndetit mendor, sepse aspekti financiar ose edhe karriera nuk është ajo që e plotëson individin. Është diçka tjetër, është lidhja, është emocionet, është dashuria. Mos të shmangemi nga tema, se kemi tema për gratë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, prandaj se unë mendoj si kjo është mendësia që po jetojmë sot, edhe këtë duhet me jap vrejtje edhe publikut edhe njerëzve që të kenë kujdes. Sepse një fëmijë cili rritet me kushte financiare shumë të mira, po pa përkujdesje, pa siguri emocionale, pa dashuri, mbesoni, ai vërtet nesër do ketë probleme së pari me shëndetin mendor edhe me funksionimin normal në shoqëni. Prandaj, ajo çfarë është shumë më e rëndësishme, edhe se aspekti financiar, edhe se karriera, është përmbushja emocionale, mbështetja që japim njëri tjetrit, siguria emocionale, sidomos për fëmijët. Direkt kur ndahen, për shembull, kujdesi se ajo reflekton emocionet e fëmijës, djali ose vajza, aty automatikisht ti po dëmton shëndetin mendor të fëmijës. Pse po dëmton? Automatikisht vajza ose djali nëse njërin e privilegjon, ndihet i pa vlerë në krahasim me tjetrin. Prandaj kjo ka probleme shumë të mëdha se sa neve i shohim. Mendoj se duhet jemi shoqëri pak e sinqertë. Nuk kemi shoqëri e sinqertë. Ne nuk tregojmë që gjithë secila nga neve këto gjëra i bëjnë edhe në shtëpi tona. I kanë bërë po. Mundohemi mos t'i bëjmë po. Tani, unë personalisht ma si po flasim në aspektin personal, unë kom vetëm vajzë. Por unë jam rrit me vëlla edhe me motra. Jo, si që tha zonja, përkundrazi ndoshta
kemi qenë, ose të paktën edhe me shkencën e psikologjisë, fëmija i madh gjithmonë është i privilegjuar, për shkak se fëmija i madh, kështu që kam pas fatin me qenë fëmija i madh. Edhe vllau i vogël. Unë kam qenë e vogla. Prandaj mendoj si nuk kemi pas ndasje. Që problemi kryesor nuk është legjislacioni, po është mentaliteti. Në qoftë se ju e pas keni mentalitetin mirë në familje, juve mirë, atëherë pse jemi në këtë gjendje? Unë mendoj që nuk kemi shembull që jemi në këtë gjendje. Të gjithë mentalitetet çalojnë. Me përqindje të caktuar, po. Patjetër. Po, për çaluar, gjithë si shoqëri. Duhet të jemi të sinqertë, mos ta zbukurojmë situatën. A di pse jemi neve këtu në këtë studio, si femra? Unë, kjo se kjo, pse jemi rritë ndryshe. Prandaj, unë mendoj si kjo tregon mënyrën se si neve jemi. Edhe ndryshe po dhe njëjtë. Edhe sa privilegjuar ndryshe po dhe njëjtë jemi rrit. Jemi rrit nga nëna shqiptare, familje shqiptare, me mentalitet shqiptar. Mos duhet në momentin që ti për shembull jeni grua me karrierë, unë ose ajo ose kjo, edhe neve jemi sot në këtë studio që po diskutojmë për këtë çështje. Unë mendoj se nuk jemi rrit të diskriminuar. Por për fat keq është një numër shumë i vogël që jemi rrit mirë dhe shëndosh, por nuk është kjo që më vështirë. Se nuk po kuptohet kjo pjesa financiare ku po duhet me dalë. Na po flasim për djemt edhe vajzat. Nëse ne i rrisim vajzat duke ju thënë, ose duke u mundu mja u ofru një pronë, një banesë, mënyra që ajo ka me negociu edhe në familjen e saj, mënyra që ka me u trajtu edhe në punë, ka me qenë pak ma ndryshe. Ndryshe ajo trajtohet kur e ka banesën e saj, kur i ka të arbërat e veta financiare, kur është e pavarur financiarisht, ndryshe ka me u trajtu kur shkon në një familje tjetër edhe nuk edhe diskriminohet edhe është e varur prej disa, nuk ka ku me u kthy, pastaj vin edhe problemet e shëndetit nëndore edhe ma të mbaja. Nga familja, nga edukata që ta e bazamenti familja. Printe mi, kur nuk më kanë thonë mu për shambull dush mu martu, unë ndëgjoj me 20 vjeç që ju thonë hajde martoj ju qka po bënë, do me thonë, printe mi më kanë thonë gjithë mu bënu e zonja e vetës, bënu e pamvarur, edhe bënu e dobishme për shoqërim, edhe bënu verzioni më i mirë i vetës tonë në profesionin tonë. Do të thotë me këtë mendësi, do të me i rrit. Do me thonë, kjo mendësi është e shëndosh. Zdo me thonë nëse je rrit pe prindve doktor shkence ose pe prindve të pashkolluar, po mënyra trajtimi, do të thotë ajo që e ke transmetu të fëmijo, ai vetë besimi që ja ke vonë, që nuk ja ke put kratë fëmijo, të ne kam një vajzë, do të thotë edhe vazhdimisht mundohem me eduku në atë mënyrë për vlerat e mirëfilltave që nuk ka asgjë që e limiton, që ajo mundet me mbrit çka do që ajo dëshiron, që ëndrat e saj janë valide, ëndrat e saj, zëri saj ka pesh. Po vajza jote e ka tash edhe shumë atlet se që e kam pas ma përpara se vajza zaj ka një shembull. E shen, nuk ka nevojë as me i thonë se ajo e shembullit. Do të thotë për atë këtë deshta edhe të po ajo ndryshimi prej dekadave ka qenë shumë i vështirë se nuk është po. Se dhe zonja mire pa që nuk po themi që po jetojmë në një situatë superlative. Ne dim teoria dhe praktika janë ndryshe, dim për shembull që megjithatë të çalojmë nuk jemi në atë pikën ku do dëshironim të ishim. Absolutisht jo. Mos ta zbukurojmë shumë. Mirë, po, absolutisht nuk po e zbukurojmë. Realiste si natyrë dhe s'kam qef ta zbukurojmë. Jo, ne jemi realist mjaftueshëm për të treguar që kemi probleme. Problemi real, unë e kam thënë dhe në një televizion tjetër, problemi real i vajzave nuk është problemi kur janë familje. Kur janë familje tyre ato rriten me dashurinë maksimale të prindërve. Ne e dim ato janë princeshat e babit, do të jenë gjithmonë princeshat e babit. Problemi real i një vajze është kur shkon te burri, atëherë kur martohet. Aty fillojnë kontraditat kryesore. Nga një familje me gjithë mirët, ajo vetë në një familje tjetër, me mentalitetet tjera, me zakonet të tjera. Kështu që këto vajzat vogla duhet të përgatiten, që kur të shkojnë diku atje, duhet të jetë të përgatitura. Përgatitja kryesore është mentaliteti, nuk diskutohet. Përgatitja e dytë është shkollimi, arsimimi. Përgatitja, një nga përgatitjet kryesore është personaliteti. Mos të lejojnë që të preket personaliteti dhe atje ku shkojnë. Do me thënë, e kam thënë gjithmonë dhe do të them, jepni dashuri vajzave, po përgatiteni për jetën. Jo vetëm për jetën te burri, po për jetën në fakultet, për jetën në karrierë, për jetën gjithandej. Por për te jetat e burrit se bashkëtesa është e vështirë shumë.
Nuk mund t'i shkosh te burri thuash, unë i dua të drejtat e mia, të drejtat e tua fitoj, po jo duke ngritur zërin. Ne dim shumë mirë se çfarë ndodhi me princeshën Diana. Shkoi për të ndryshuar rregullat e një familje mbretërore. Si përfundoi? Përfundoi të gjithë e dim që përfundoi. Nuk mund të ndryshosh rregullat e asaj familje që shkon. Ti mund të sjellësh vlerat të tjera të shtuar asaj familje, por mos të hezitojnë që të ndryshojnë vlerat asaj familje që janë krijuar me kaq vite. Unë zëvnuset e mia, për shembull, ta zëvnuset e mia do vinë më japin mua orientime për ndryshuar vlerat e familjes, ja. Si vlerat të shtuara apo jo vlerat e mia, që kanë funksionuar kaq shumë. M'fal, mu mendoj mënyra që shërrit ajo vojzë. Nëse flasim me ngrit zërin ose kjo nuk është edukimi mirë fillt. Prandaj edhe ato tipat e vojzave ose burrave që ngritin zërin edhe dojnë të kenë ato vetëm çfarë duan në mënyrën që janë rrit, prap mendoj është e gabuar, nuk është edukimi mirë dhe nuk është dashuria si është dashme marr. Unë mendoj një vojzë e cila rritet si duhet me vetë vlerësim, me respekt për prindërit, po njëjtën kohë edhe prindërit respekt për të, unë mendoj se ajo së pari familjen si do shkoj, ajo neve gjithmonë në mënyrën se si jemi rrit, neve do gjejmë edhe partnerin. Neve nuk mundemi të gjejmë një kategori komplet tjetër, ose ajo që nuk na asocion me të ngjajshmen. Prandaj, mënyra se si jemi rritë nga prindrit, mënyra se si kemi marrë dashni nga prindrit, mënyra se si na kanë trajtu, na do bëjmë zgjedhjen e të ardhmen. Prandaj, mendoj... Pse divorcet po ndodhin tani? Pse, të femrat shkolluara po ndodhin divorcet? Ta shpjegoj një diçka. Unë mendoj, sidomos prindrit e rinë, edhe këto e kom thonë gjatë gjithë kohës, edhe prap duhet me thonë, si nuk mirën me fëmin edhe nuk e edukojnë në mënyrën e mirë fillt. Nuk është edukat nëse ti thu fëmijës tënd, ti je më i miri edhe s'ka si ti. Ti çfarë do që do ti do ta kesh. Jo përkundrazi ti po ndihmon nesër një çrregullim personaliteti antisocial narcist. Ti duhet të edukosh fëmin me dashurinë për veten, por edhe për të tjerët, me respektin për veten, por edhe për të tjerët, me idenë si ti nuk jem mbi të gjithë, po të gjithë jemi të barabartë. Kështu që mënyra e edukimit se si sot po mirën fëmijët është shumë e gabueshme. Edhe gjithmonë duke e mbi vlerësu aspektin financiar. Prandaj sot, për fat të keq, edhe vajzat po edukohen në mënyrën se si bazike të jetë aspekti financiar i burrit. Kjo gjë, patjetër që ka... I personali, jo, kjo unë po flasë në mënyrën se si po zgjedhin për partnerin. Prandaj ndodhin divorcet. Nëse ti zgjedh partnerin paraprakisht si kusht aspekti mirë financiar, patjetër që ti nesër që ki me pas probleme. Divorcet ka ndodhur gjithmonë, me kohëve fundit janë më të shtuara. Më të shtuara për shkak të krahasimit social, edhe media, edhe rrjetet sociale. Emancipimit edhe për shkak se femra tashmë nuk është fragjile si ka qenë, se financiarisht për para, për shembull, femra ndoshta nuk kanë guxuar dhe nuk kanë pas mundësia se kanë menduar që mund të divorcojnë se s'kan pas ku të shkojnë, nuk kanë mund të kthehen në shtëpinë e babës. Tashmë po investohet në edukimin e tyre, ato kanë një pagë që mund ta mbajnë veten e tyre, janë të pavarura dhe lehtësisht në qoftë se nuk ju kthehet dashuria, respekti, mirënjohja se si janë edukuar me të njëjtën monedhë, ato lehtësisht mund të shkputen prej dhe divorcohen prej asaj familje, për shkak se shëndeti mendor është mbi të gjitha. Patjetër, po një ndër të metat sot të gjinis tonë. Një ndër të metat, më fal. Shumë edhe burnout, na kemi rastet shumë të vrasjet grave, kemi dhunime, kemi dhunë, tash nuk i kem... Ne duhet jemi racional. Edhe duhet pranojmë edhe ato aspektet negative edhe ato çfarë po ndodhin në shoqërinë tonë, siç e tha zonja. Për mua është shumë shqetësuese. Mendësia e vajzave të reja në mënyrën se si mendojnë të hyjnë në lidhje. Pasi unë punoj me klienta, me adoleshentë dhe të rritur, edhe çdo ditë takoj mosha të tilla. Kushti parsor, bazik, siguria aspekti financiar, i cili duhet i partnerit. Si që jemi në përate, po që sa ishte eduku për shkollë, mirëfili, ajo se kish mendu prioritet këtë kualitet, kish në shqyqu, sepse ajo automatikisht do jetë e varur. Është e vërtet. Unë, se mëra me përmend shumë familjen time, po vetëm për përmendi shembullin tim pa dashni për shkak se nuk e di si është gjendja me tjerët, mirë po asnjëherë familja tonë nuk është thanë që prioritet ka qenë shkollimi.
Do thotë, gjithmonë festat e shtëpisë kanë qenë kur kemi marrë brezat plot me pesa, kur kemi qenë më të mirë në shkollë, kur kemi lexuar gjatë verës 100 lektyra për shembull. Edhe gjithmonë ne kemi ndjek atë rrugë që, si me thonë, e arritja maksimale ka qenë që të bëmë panvarur, të jemi shkolluar, të jemi zoja vetës, të mos jemi varur për çfarëdo burre nesër pas nesër. Kështu që tash është e internetit, e TikTokut, e ekspozimit vlerave, edhe mbi çmimit të vlerave sipërfaqësore, tashmë ne nuk flasim për materien, flasim për gëzhojën, flasim për pamjen, kush ka marrë më shumë followers, sa klikime, domethënë flitet për për Big Brother, nuk folet asnjëherë për shëndetin mendor, për shëndetin, si të arrisim një gjatësinë, si të bëjmë diçka. Domethënë është një shoqëri në tranzicion, po është edhe një trend gjithbotëror, mirë po media e ka rolin për të vu spotlight, për të fokusuar në temat që janë më rëndësi. Çka quhet framing, çka fokusohet, çka servohet, çka vlerësohet, çka vlerësohet, çka është vlerë. E jemi në një kohë që nuk po dihet çka është vlerë, çka është antivlerë. E kjo është problemi që unë shpesh e theksoj në media, mënyra se si na po perceptojmë edhe po i rritim fëmin çka është vlera dhe çka është antivlera. E kom cek disa herë më fal, edhe pse ndoshta si përket temës, po patjetër një shoqëri e tërë të mbyllet ose të diskutoj për një reality show të tillë, të lutem, çka mundesh ti me mendu për nivelin e shoqërisë? Për shkak se nuk servohet asgjë tjetër e mirë, sa pak emisione edukative, televizionet tona, shembull, shumë pak. Që veç një detaj që e lexova, Kina nëse nuk gaboj, e kishte restriktu mundësinë e influencerëve për të folë për tema cilat janë dëm të shëndetit, për shkak se gjithmonë duke portretizu që t'jesh shumë e dop, është ose t'kesh operacione plastike, do të investosh në këto, është trendi dhe është e arritur, atëherë rinia përshkon drejt duke mendu që ajo është vlera e mirëfillt, edhe mandej po kemi numër të vetvrasjeve, se mandej realiteti nuk po na përkon me ato që me ato filterat e Instagramit, se na kur unë kam intervistu 7% të aktorëve të Hollywoodit, do më thonë kam përmes festivaleve, Cannes, edhe kam raportu prej Hollywoodit edhe i kam taku si duken. Edhe unë jam zhgënjy kër e kam pasë si duket Angelina Jolie me të vërtit. Shumë e plakur, dikush që na duket i glorifikuar, shumë maj, do të ka karakteristika. Edhe na edhe i mojë modele ato fotot e Instagramit. Shumë e vërtet. Ne tash të rinë tanë, fakt, e marrin një model që të duken domosdoshmërisht hynë dieta strikte, se do me thonë me që ne do. E asnjëherë nuk trumbetohet edhe nuk jepet mesazhi që është ajo që ke në kokë, është vlerat që ti ke, është shëndeti mbi të gjitha, se nuk tregojnë që nëse duke bërë atë operacion plastik, ajo ka qenë do me thonë buzë vdekjes. Edhe për atë tash mu për më pëlqen që në përbot kam fillu që influencerët, për që se nuk e kam profesion adekuat, për shembull të janë profilizuar në mjekësi, të mos lejon që të japin mesazhe, këshilla që mund ta dëmtojnë rinin tonë. Dashura, ka që kishim kohë, di që është një temë shumë e gjerë, kemi shumë se çka me diskutu, po përfenderoj shumë për gjitha pikpamjet e juaja dhe për gjithçka që ndasët të bashkëmeni në studion e fundjavës. Ju pres prap edhe për tema tjera. Faleminderit juve. Faleminderit me taksi.